Gjyqtarja Irena Gjoka rrëzoi në seancën e sotme të gjitha kërkesat e paraqitura nga të pandehurit për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të provave, duke i hapur rrugë shqyrtimit të çështjes në gjykim themelor. Pas këtij vendimi, menjëhershëm ishte reagimi i ish-presidentit Ilir Meta. Ky i fundit shpreh keqardhje për humbjen e 6 muajve në këtë proces, ndërsa paralajmëron kudo se tani nis zbardhja e së vërtetës. Ai fton gazetarët dhe përfaqësues të trupit diplomatik në Tiranë të ndjekin nga afër procesin gjyqësor. Të gjithë këtë të fundit, ai e cilëson nga drejtësia me regji në gjykim me risi. Edhe Monika Kryemadhi në dalje të gjykatës së posaçme në një deklaratë për gazetarët reagoi ashpër ndaj të gjithë procesit. Ajo e cilëson gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si pjesë të videotekës së Ergy Sagasit. Për Kryemadhin, drejtësia është nën presion dhe vendimi i pritshëm. Monika deklaroi gjithashtu se Ergy Sagasi disponon disa video. Në mbyllje, Kryemadhi kërkoi mos u çuditni se çudia më e madhe 3 ditë zgjat, por çudia ime dhe e Ilir Metës do ju zgjasë gjithë jetën. SPA ka mbyllur hetimet ndaj ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i akuzuar për korrupsion pasiv, pastrim panash dhe fshehje të pasurisë në bashkëpunim me disa persona. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe dërgon kështu për gjykim Ahmetajin dhe 10 persona të tjerë, përfshirë bashkëshorten Eriola Hoxha dhe ish-bashkëshorten Albina Manshka, të akuzuar për fshehje të pasurisë, pastrim të produkteve penale dhe korrupsion. Sipas prokurorisë së posaçme, Ahmetaj ka përfituar vila, para dhe udhëtime nga biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, pronar të inceneratorit të Tiranës. Arben Ahmetaj është shpallur në kërkim nga SPA prej muajit korrik të vitit 2023, ndërsa ndodhet në Zvicër ku edhe ka kërkuar azil politik. Policia e shtetit zhvilloi një operacion të gjerë në Fushkruj për kapjen e Ylli Zallës, i shpallur në kërkim që nga nëntori për armbajtje pa leje. Në oborrin e banesës së tij u gjetën municion luftarak dhe 14 fitila zjarr përcjellës të sekuestruar si prova materiale. Zalla nuk u kap dot pasi arriti të largohej përpara ndërhyrjes. Ai ka precedent të mëparshëm penal, pasi është arrestuar 12 vjet më parë për prodhim bombash artizanale, për fshirje në drogë, dyshohet për lidhje me ISIS për rekrutime xhihadiste. Po ashtu në të shkuarën ai ka kërcënuar pronarin e një kompanie çimentoje në këtë zonë. Policia vijon operacionet për kapjen e tij duke e konsideruar me rrezikshmëri të lartë për sigurinë publike. Zalla lidhet edhe me hetimet mbi atentatin e Rinasit në fund të vitit të kaluar, ku u vran Gilman Dani dhe Muçi Shaliani. Kriminaliteti i organizuar shqiptar u konsolidua pas rënies së regjimit komunist, veçanërisht pas vitit 97, kur kolapsi i skemave piramidale dhe grabitja e depot ushtarake krijuan hapësira bosh për grupet kriminale. Në këtë periudhë, këto struktura filluan me vjedhje dhe grabitje, duke u zhvendosur më pas drejt trafikut të heroinës, kanabisit dhe kokainës në Ballkan dhe Europë. Në një artikull të dedikuar nga Shqipëria e rënuar te kokaina në Europë, si e pushtoi tregun e drogës mafia shqiptare, Unione Sarda thekson se modeli organizativ bazohet në klane familjare dhe rrjete të lidhura, jo hierarki të centralizuar. Kjo i jep fleksibilitet dhe rezistencë, duke mundsuar operimet pavarura në disa vende dhe bashkëpunim me organizata kriminale europiane për transport, logjistik dhe shpërndarje. Me kalimin e kohës, grupet u fokusuan në aktivitete me fitim të lartë dhe më të heshtura, duke përdorur dhunën më pak të hapur. Sot grupet shqiptare konsiderohen ndër më aktivet në Europë në fushën e narkotikëve, duke kontrolluar pjesë të zinxhirit të kanabisit dhe duke krijuar lidhje direkte me furnizues të kokainës nga Amerika e Jugut. Hetimet në Sardenjë tregojnë për përfshirje operative në trafikun ndërkombëtar. Në 2016, 30 arrestuar rrjet transnacional italo-shqiptar, në 2023, Family and Friends, 40 masa sigurie, qarkullim 15 milion euro, furnizime nga Shqipëria dhe Spanja. Në vitin 2025, operacioni Termine, 71 masa sigurie, sekuestrim mbi 50 kg hashash, 2 grupe të lidhura me rrjete shqiptare në Itali. Analiza tregon se kriminaliteti shqiptar funksionon si një rrjet dinamik ndërkombëtar, jo si një strukturë hierarkike, duke luajtur rol kyç në tregun evropian të drogës. Një rrjet i organizuar i shpërndarjes së kokainës së klasit A në Milton Keynes u godit pas një hetimi të gjatë nga policia e Thames Valley, duke rezultuar në 8 dënime. Rrjeti operonte me role të ndara dhe shpërndarje të rregullt çdo muaj, ndërsa hetimi mbuloi periudhën prill 2022 nëntor 2023. Operacioni u zhvillua në 2 faza. Në korrik 2023 u arrestuan 6 persona me 1.5 kg kokainë dhe 10.000 pound, ndërsa më 21 nëntor 2023 u arrestuan 8 të tjerë me 500 gram kokainë dhe 50.000
7.000 pound. Hetimi zbuloi aktivitet të strukturuar dhe të vazhdueshëm, ku të ardhurat qarkullonin rregullisht brenda rrjetit. Në gjykatën e Kurorës në Southwark, dënimet përfshin Zeqir Pislin, 13 vjet e 8 muaj, Festim Pisli, 10 vjet e 3 muaj, Mevlan Pisli, 4 vjet e 2 muaj. Të tjerët Laer Skatana, Arnaldo Dedja, Selita Burim, Josef Perzefi, Leoncio Cara me 3 deri 5 vite e 8 muaj burg. Hetimi tregon si funksiononte rrjeti me koordinim të qëndrueshëm dhe shpërndarje sistematike duke e çmentuar plotësisht strukturën kriminale. Policia e Durrësit arrestoi një 44 vjeçar banues në Sukth i shpallur në kërkim për vjedhje në rrethana rënduese në Itali. 44 vjeçari ishte i kërkuar nga autoritetet italiane. U ekzekutua vendimi për arrest me burg pasi gjykata e Durrësit në vitin 2020 njësoi vendimin e autoriteteve italiane, të cilat kishin dhënë masën e sigurisë po arrest me burg ndaj tij. Një 48 vjeçar u plagos me thik në lagjen barikad të Beratit pas një konflikti për motive të dobta. Policia ndryri menjëherë dhe kapi autorin e dyshuar, 39 vjeçarin me iniciale AT banues në këtë qytet. I plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa hetimet paraprake tregojnë se goditja u krye gjatë një konflikti të momentit. Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa materialet janë përcjell prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Berat për veprime të mëtejshme. Një band skifterësh shqiptar u godit nga policia italiane në Torino, ku u arrestua një 42 vjeçar për tentativë vjedhje me thyerje, ndërsa 2 bashkëpunëtorët e tij janë shpallur në kërkim. Ngjarja u zbulua gjatë patrullimeve rutinë, kur efektivët vërejtën personin që po tentonte të hapte një derë me elektrik dore. Pas ndërhyrjes, 3 persona u larguan duke hedhur sende gjatë arratisjes. Policia vijon kërkimet për kapjen e 2 personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Një ngjarje makabër ka tronditur Prishtinën ditën e sotme. Një fëmijë 5 vjeçar u ushtrua në klinikën e pediatrisë pas dhunës së dyshuar të vazhdueshme nga ana e prindërve të tij. Fëmia ju ushtrua një ndërhyrje kirurgjikale në nivel të shputave, duke përfshirë edhe trajtim ortopedik dhe plastik për shkak të dëmtimeve të rënda fizike, përfshirë prerje të gishtave të këmbës. Autoritetet ndaluan prindërit e 5 vjeçarit, ndërsa gjykata vendosi paraburgim 1 mujor për ta. Ata hetohen për shkelje të detyrimeve familjare dhe lëndim të rënd trupor. Spitali njofton se fëmia ndodhet tashmë nën kujdes intensiv. Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Vjenë të Austrisë, ku viktime një aksidenti fatal në punë kanë mbetur 4 shqiptar nga Kosova. Nga rrëzimi i një skele, 5 punëtor u bllokuan në rrënoja pas shembjes së strukturës. 4 prej tyre humbën jetën, ndërsa një 45 vjeçar u shpëtua me lëndime të rënda në kokë, shtyllën kurrizore dhe gjymtyr. Viktimat janë shtetas nga Kosova. Për këtë ngjarje të rëndë, reagoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Jemi të tronditur, ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave, u shpreh kreu i qeverisë Kosovës. Ndërkohë, ambasada e Kosovës ka dhënë më shumë detaje mbi aksidentin tragjik edhe 4 viktimat që janë shtetas të Kosovës.